Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska pretendon se zyrtarët dhe familjarët e zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s nuk janë të barabart para ligjit. Ajo në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se vëllai i kryetarit të komunës Gazibabës Boban Stevkovskit, Dalibor Stevkovski, nuk është dënuar nga policia, pasi që radari i policisë e ka regjistruar duke vëzitur me shpejtësi më të madhe se e lejuara. Ajo thot se më 20 prill të këtij viti, në ora 18:31, në bulevardin Aleksandri Maqedonisë në Shkup, policia nëpërmjet radarit ka regjistruar vetur që ka vëzitur me shpejtësi shumë më të madhe se e lejuara, në pronësi të Dalibor Stevkovskit. Në mes të Shkupit, vëllai i kryetarit të komunës po fluturonte me 88 km/h edhe pse shpejtësia e lejuar është 50. Denoncuesit nga Ministria e Brendshme na siguruan një video regjistrim nga radari i Stevkovskit, në të cilën qartë shihet se sa ka vozitur Stevkovski në mes të Shkupit. Policët e kanë ndaluar që ta dënojnë për vozitje të shpejtë, por atëherë Dalibor Stevkovski ka telefonuar dikë në MPB dhe vetëm për 1 minutë. Një komandant i MPB-s i është paraqitur policëve dhe i ka urdhëruar që vëllai i kryetarit të komunës së Gazibabës të mos dënohet. Sipas Kuzeskës, gjoba i u dha një personi me inicialet SPQ, sipas dokumentacionit nga denoncuesit. Për shkak se shkelja e ligjit është regjistruar, ata urdhëruan që dënimin t'ia shkruajnë dikujt tjetër. Dënimi është dhënë personit me iniciale SJ. Për çdo ditë njerëzit humbin jetët për shkak të vozitësve të pandërgjegjshëm. Çfarë bëjnë Toshkovski dhe MPB-ja? Në vend që të sigurojnë respektimin e ligjit, ata mbrojnë shkelësit vetëm sepse janë zyrtar të VMRO-DPMNE-s. Edhe po tjetë vëllau im, do të mbaj përgjegjësi, është gënjeshtra më e madhe që ka thënë Toshkovski. Ligji për ata nuk vlen. LSDM kërkoi nga institucionet kompetente hetimin e këtij rasti. Nëse nuk ka përgjegjësi për vëllain e një zyrtari, çfarë duhet të presin qytetarët kur bëhet fjalë për zyrtar të rangut të lartë, tha Kuzeska.